Besimtarët e krishterë festojnë sot Krishtlindjen. Presidenti i Republikës Bajram Begaj uron Krishtlindjen besimtarëve të krishterë, katolik, ortodoks e ungjillor, duke nisur mesazhin nga kisha e Shnandojit në Laç. Ai theksoi se ardhmja bëhet më e mirë me paqe, solidaritet dhe dashuri, duke ftuar të gjithë shqiptarët të respektojnë dhe ndihmojnë ata që kanë nevojë. Presidenti Begaj vizitoi më pas kishën ortodokse dhe vllazërinë ungjillore në Tiranë, ku përsolli mesazhe bashkëjetese, harmoni ndërfetare dhe mbështetje për të dobtit. Ai u dëshirua besimtarëve gëzim, bekime dhe një vit të ri të mbar. Ndërkohë në katedralen ortodokse Ngjallja e Krishtit, kryepiskupi im Zot Johani nënvizoi se Krishti është drita që ndriçon zemrat dhe shpirtrat tan, duke na ftuar të përhapim dashurinë, të kujdesemi për nevojtarët, sepse vetëm prania e Zotit i jep jetës dritë dhe gëzim. Besimtarët e krishterë në mbar botën kremtojnë sot Krishtlindjen. Papa Leoni XIV shpërndau mesazhin e tij të parë të Krishtlindjes, Urbi et Orbi, duke theksuar nevojën për paqe, dialog dhe përgjegjësi në rajone të konfliktit. Ai u drejtua veçanërisht Libanit, Palestinës, Izraelit dhe Sirisë, duke kërkuar drejtësi, stabilitet dhe qetësi për popujt e prekur. Mesazhi i tij për Ukrainën ishte i qartë: të ndalet zhurma e armëve dhe palët të angazhohen në një dialog të sinqert dhe të respektueshëm me mbështetjen e komunitetit ndërkombëtar. Papa pohoi gjithashtu rëndësinë e rivendosjes së miqësisë midis Tajlandës dhe Kambodgjës dhe lutjet për popujt e Azisë Jugore dhe Oqeanisë të goditur nga fatkeqësitë natyrore. Në thelb, Papa kujtoi kuptimin e Krishtlindjes. Lindja e Zotit është lindja e paqes, duke treguar rrugën për të kapërcyer konfliktet, qofshin ato ndërpersonale apo ndërkombëtare, dhe duke inkurajuar solidaritetin dhe ndihmën për të prekurit nga lufta dhe katastrofat. Në meshën e tij të parë të Krishtlindjes, Papa Leoni XIV sjell në vëmendje ekonominë, që na çon ti trajtojmë njerëzit si mallra, duke theksuar se Zoti dëshiron t'i çlirojë njerëzit nga çdo skllavëri. Presidenti amerikan Donald Trump firmosi aktin e autorizimit të mbrojtjes kombëtare për vitin 2026, një dokument me vlerë rreth $1 trilion, që përcakton prioritetet ushtarake dhe vendos një kornizë të hekur të përqendrimit e SBA-ve ndaj korrupsionit në Ballkan. Aktualisht sanksionet ndaj individëve të shpallur non grata, përfshirë Sali Berishën, mbeten në fuqi dhe nuk mund të hiqen pa prova të qarta se personi ka ndërprer aktivitetet kriminale dhe është distancuar prej tyre. Çdo përpjekje për të ndikuar në heqjen e sanksioneve pa verifikim ligjor është e pavlefshme, ndërsa SBA duhet njoftojë Kongresin për çdo ndryshim të mundshëm. Aktualisht akti përfshin edhe një iniciativë kundër korrupsionit në Ballkan me ndihmë teknike, trajnime për gjyqësorin dhe forcimin e institucioneve të transparencës. Qëndrimi i SBA-ve është i prerë, figurat korruptuara nuk do të kenë tolerancë, ndërsa rastet si ai i Berishës mbeten emblem e këtij pozicioni. Një sondazh i publikuar në ABC News tregon se Edi Rama, megjithëse mban pushtetin prej vitit 2013, nuk shihet si lider i dashur nga shumica e votuesve të majt. Më pak se 34% e tyre e konsiderojnë Ramën si udhëheqësin më të padiskutueshëm, ndërsa një pjesë ruan respekt për Fatosnanon ose Enver Hoxhën. Sipas sondazhit, shumë prej ardhjeve politike që Rama ka integruar në Partinë Socialiste nuk janë lojal ndaj saj dhe një pjesë e madhe e elektoratit tradicional, rreth 800.000 votues, mban atë në pushtet duke mbyllur hundën. Megjithatë, kjo nuk krijon as dashuri as marrëdhënie hapura me bazën. Partia Socialiste sot nuk ka më një strukturë udhëheqëse që buron nga tradita e saj, ndërsa elita e re politike shpesh është e dërmuar politikisht dhe penalisht. Sondazhi nxjerr në pa një realitet rëndësishëm. Ekziston hapësirë për lindjen e një klase të re politike dhe për skenën politike të ardhshme në Shqipëri. Fondi Monetar Ndërkombëtar paralajmëron për rritjen e shpejtë të kreditimit në Shqipëri, duke sinjalizuar një fazë zgjerimi të ciklit financiar që kërkon vigjilancë. Kreditimi dyshifror në vitet 2023-2024, veçanërisht për pasuri të paluajtshme, mbështet ekonominë afat shkurtër, por rrit rrezikun sistemik dhe mbi nxehjen e tregut të pronave. Sektori bankar ka treguar qëndrueshmëri dhe fitime të larta me kapital mbi 19%, por FMN kritikon metodologjinë e Bankës së Shqipërisë për shtesën kundërciklike, e cila reagon vonë dhe bazohet kryesisht mbi humbjet e realizuara. Analiza sugjeron se një rezervë paraprake prej 1 deri 2% të kapitalit do të mbronte bankat nga tensionet financiare të brendshme dhe goditjet e jashtme, duke siguruar që rritja e kreditimit mos bëhet burim rreziku për sistemin financiar. Avokati i popullit përfundoi verifikimet lidhur me shqetësimet e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj pas vizitës së tij mjekësore më 31 korrik, ku gjatë kolonoskopisë qëndroi edhe një efektiv i burgjeve. Mjekët konfirmuan se Veliaj kërkoi që të qëndronin jashtëdomos, por policia nuk e respektoi këtë, duke vepruar sipas një urdhri të drejtorit përgjithshëm të burgjeve të vitit 2019. Raporti thekson se dhoma ishte e hapur dhe pa ndar, duke cënuar privatësinë, ndërsa Veliaj vlerësoi si i burgosur me risk standard. Pra, praninë e policisë e konsiderojnë të panevojshme. Avokati i popullit
rekomandon që prania e policisë gjatë vizitave mjekësore të lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme sigurie dhe urdhri i 2019-s të ndryshohet për të respektuar standardet ndërkombëtare të dinjitetit. Kjo është fitoria e dytë për Veliajn pas vendimit të kushtetueses që riktheu atë në detyrë. Ndërkohë ai ka kërkuar shpalljen si jotligjshëm të masës së sigurisë arrestuar nga SPAK, por gjykata kushtetuese ende nuk ka caktuar datën e shqyrtimit. Gjykimi paraprak ndaj 30 pandehurve përfshir Veliajn është shtyr për më 5 janar. Ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari ka humbur përkohësisht aksesin në dokumentet sekrete pasi nuk ka certifikat sigurie të personelit. Sipas një urdhri të publikuar në fletoren zyrtare, kompetencat e tij për nënshkrimin e dokumenteve të klasifikuara janë deleguar zëvendësministrit Tedi Dobi deri në plotësimin e kushteve ligjore për pajisjen me CSP. Certifikata e sigurisë personelit është dokumenti zyrtar që vërteton se një individ mund të njohë, ruajë dhe transferojë informacion të klasifikuar në nivelet konfidencial, sekret ose tepër sekret. Procedura e verifikimit nga AKSIK-ja mund të zgjasë deri në 120 ditë dhe përfshin kontrolle të thelluara, përfshir bashkëpunimin me autoritetet e vendeve të tjera. Ky delegim siguron vazhdimsinë e funksioneve të Ministrisë së Drejtësisë në dërgimin e letërporosive dhe menaxhimin e informacionit të klasifikuar, ndërkohë që ministri përfundon procesin e certifikimit. SPAK ka nisur hetime për pasuritë e mundshme në Shqipëri të 89 shqiptarëve nga Kosova të dyshuar se i kanë krijuar mbi të ardhura kriminale. Hetimet vijnë pas një letërporosie nga autoritetet kosovare, të cilat hetojnë 31 persona të përfshirë në trafik droge dhe pastrim parash, identifikuar përmes komunikimeve në aplikacionin Sky ECC dhe të dhënave nga Belgjika e Franca. Hetimet në Kosovë treguan se fitimet e aktivitetit kriminal janë investuar në biznese dhe pasuri të paluajtshme si toka, shtëpi, banesa dhe vetura për të fshehur burimin e vërtet. Pjesa e investimeve shtrihet jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri dhe vende të tjera. Pala kosovare kërkon që SPAK të verifikojë jo vetëm pasuritë e të dyshuarve, por edhe ato të 58 familjarëve të tyre, duke përfshirë edhe llogaritë bankare në banka të nivelit të dytë në Shqipëri për të dokumentuar çdo lidhje të mundshme me aktivitet kriminal. Senatorët demokrati kërkuan presidentit Donald Trump të tërheqë vendimin për të thirrur në Washington rreth 30 ambasadorë të karrierës, duke paralajmëruar se ky hap krijon boshllëk në lidershipin diplomatik dhe i jep mundësi Rusisë dhe Kinës të zgjerojnë ndikimin e tyre. Administrata Trump ka urdhëruar diplomatët në Europë, Azi, Afrikë dhe Amerikën Latine të kthehen, pa specifikuar se si dhe kur do të zëvendësohen. Senatorët demokratë quajnë veprimin të paprecedent dhe paralajmërojnë se numri i vendeve vakante do të kalojë 100-ën, gjysma e të gjitha ambasadave amerikane në botë, duke dobësuar pozicionin e shubave në rajone kyçe si Indo-Paqësori, Ballkani dhe Afrika subsahariane. Shtëpia e Bardhë dhe republikanët akuzojnë demokratët për pengesa në emrime, ndërsa Trump ka insistuar në largimin e zyrtarëve të shërbimit jashtëm dhe emrimin e besnikëve të tij, duke reformuar në mënyrë drastike shërbimin e jashtëm. Ky vendim ka ulur totalisht punonjësit e Departamentit të Shtetit me mbi 11%, duke rritur shqetësimin për efikasitetin dhe ndikimin global të diplomacisë amerikane. Udhëheqësi i Koresë së Veriut Kim Jong-un mbikëqyri testimin e një rakete tok ajër me rreze të gjatë veprimi në detin lindor, ndërsa inspektoi për herë të parë një nëndetse bërthamore të re me tonazh 8700 ton. Fotot e vizitës së tij u publikuan nga gazeta shtetërore Rodong Sinmun. Projekti i nëndecës është pjesë e përpjekjeve për modernizimin e marinës veriu-koreane, një nga 5 politikat kryesore të partisë në pushtet për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse. Kim theksoi se zhvillimi i aftësive bërthamore dhe modernizimi i marinës janë të domosdoshme për sigurinë e vendit, duke argumentuar se bota nuk është as pak paqësore. Ai kritikoi gjithashtu planin e Koresë së Jugut për një nëndece bërthamore të dakordzuar me Shubat, duke thënë se kjo rrit tensionet në Gadishullin korean dhe e kërcënon sigurinë kombëtare, çka e detyroi Korenë e Veriut të ndërmerrte veprime të tilla mbrojtëse. Presidenti i Fenerbahçes Saadettin Saran po përballet me një hetim të thelluar pas konfirmimit nga Instituti i Mjekësisë Ligjore në Turqi se një monster flokësh e marrë gjatë kontrollit rezultoi pozitive për kokainë. Hetimi i udhëhequr nga zyra e prokurorit publik të Stambollit përqendrohet në akuzat për furnizim dhe përdorim droge me mundësi dënimi të rënd nëse vërtetohen. Saran, biznesmen turko-amerikan dhe kryetari Saran Holding, u kthye nga Milano më 19 dhjetor dhe dha dëshmi si i dyshuar. Testimet e tjera për gjak, urinë dhe thonjë rezultuan negative, ndërsa analiza e flokëve zbuloi përdorim të drogës gjatë muajve të fundit. Autoritetet vazhdojnë shqyrtimin e provave, përfshirë dëshmitë e dëshmitarëve dhe materiale të tjera, ndërsa Saran mbetet i lirë në mbikëqyrje gjyqësore. As ai dhe as Fenerbahçe nuk kanë lëshuar ende deklaratë zyrtare për rezultatin e testit të flokëve.